Kryetari i Prishtinës Përparim Rama është pyetur sot nëse do të merrte drejtimin e LDK-s në rast se këtë vend e lëshon kryetari aktual Lumir Abdigjiku. A mendoni ta merrni postin e kryetarit të LDK-s nëse Lumir Abdigjiku bëhet presidenti i Kosovës, ishte pyetja për Ramën. Ai duke u përgjigjur tha se fokusin e ka në kryeqytet, ndërsa tha se do të ndihmojë partinë nëse ka nevojë për të. E kam cek edhe më përpara që unë jam kryetari i kryeqytetit, kam një mandat 4 vjeçar. Kemi njerëz të mrekullueshëm për brenda partisë, të cilët munden me i çu proceset përpara. S'ma merr mendja që ka nevojë për mua, por po them, unë jam këtu për kryeqytetin dhe për qytetarët e kryeqytetit, e kur je për kryeqytetin je për krejt Kosovën, prandaj do të jem aty në ndihmë për çfarëdo lloj ndihme që do të kenë nevojë, por fokusi im është kryeqyteti, ka theksuar Përparim Rama. Muaji mars pritet të sjellë dinamika të reja në skenën politike të Kosovës për sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri. Presidenti Vjosa Osmani ka shprehur synimet e saj që të rimarrë edhe një mandat presidencial, por ende nuk dihet se a do të mund të sigurojë votat e partive opozitare për të bërë se 81 sa i duhen për rizgjedhje. Megjithatë, rizgjedhja e Osmanit në postin e presidentes po konsiderohet si domosdoshmëri në situatën në të cilën ndodhet Kosova. Publicisti dhe antari i bordit ekzekutiv të Ligës Qytetaro Shqiptaro-Amerikane Hafiz Shala ka deklaruar se zgjedhja e Vjosa Osmanit presidente nuk është çështje e dëshirës individuale apo e kalkulimit politik, por një domosdoshmëri e momentit aktual gjeopolitik në të cilin ndodhet Republika e Dardanis. Një deklarat për bota sot, Shala thekson se zgjedhjet e fundit nacionale kanë dëshmuar pjekuri të lartë demokratike, duke cilësuar procesin si shembull unik në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë në Europë. Sipas tij, rezultati plebiscitar që solli zgjedhjen e Albin Kurtit kryeministër përbën një verdikt të qartë të sovranit i cili rrëzoi, siç thot ai, teoritë subversive dhe propagandën e opozitës, të ndihmuar nga qarqe të brendshme dhe të jashtme, përfshirë edhe Serbinë. Vjosa Osmani presidente nuk është dëshirë individuale apo kolektive, por imperativ i momentit aktual në të cilin gjendet Republika e Dardanis. Pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale, të cilat përfunduan në mënyrë më të avancuar demokratike, shembull unik në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë, mund zorë rezultati që në radhë të parë e priti dhe dëshiroi sovrani në mënyrë plebiscitare, me një rezultat që kur më parë në historinë e Dardanis nuk ka ndodhur, u zgjodh zoti Albin Kurti kryeministër, duke hedhur poshtë teoritë subversive propagandistike të opozitës në bashkëpunim me qarqe të ndryshme brenda dhe jashtë adeut, përfshirë shtetin fqinj, i cili sipas shumë informatave ka shpenzuar para të mëdha për të arritur qëllimit, pengimin me çdo kusht të ardhjes në pushtet Albin Kurtit në krye të qeverisë, u shpreh Shala për bota sot. Sipas tij, vetdia kombëtare e qytetarëve bëri që pjesa veriore të kthehej përfundimisht në duart e organeve shtetërore të Dardanis. Tani, për të vazhduar suksesin në marrëdhëniet ndërkombëtare në kuadër të gjeopolitikës që po pasojnë ndryshimet rapide dhe të paparashikuara, Shala thekson se në krye të shtetit na duhet një personalitet si zonja e nderuar dhe e respektuar Vjosa Osmani. Nuk janë fjalë kortezie, por merit e saj e pakontestuar që Republika e Dardanis, sikur më parë ka qenë përfaqësuar përmes së cilës ka fituar besimin dhe simpatinë nga qarqet vendimarrëse të botës, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri miku dhe gardiani ynë i pazëvendësueshëm, e cila përmes ombrellës së sigurisë kombëtare amerikane e ka futur edhe Republikën e Dardanis gradualisht drejt Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh ndikimin rus në disa shtete europiane si aleat të saj. A duhet dikujt t'i shpjegohet pse zonja Osmani patjetër duhet të zgjidhet në krye të shtetit, në paraqitjet e saj të suksesshme në mbrojtjen me argumente të interesave të shtetit, posaçërisht në seancën e OKB-s, duke e denoncuar Serbinë me fakte, dëshmi dhe me praninë e personave të mbijetuar të dhunës, ajo ka turpëruar Serbinë para botës. Merita e saj të pakontestueshme janë edhe 4 njohjet e fundit, me pritje për njohje të tjera, duke e pasur parasysh qëndrimin dhe respektin që gëzon nga shumë shtete të botës. Nuk mund të kuptoj nëse dikush ka rezerva apo thjesht ambicie personale, qoftë brenda ndonjë partie apo individuale për këtë postë. Një gjë e tillë nuk ekziston. Paramendoni kur Serbia shpenzoi para të mëdha për të aranzhuar një takim të Aleksandar Vučić me presidentin Donald Trump në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, i cili dështoi, duke e turpëruar Vučićin para botës dhe popullit të tij,
të cilit më pas ju servir gënjeshtra se ishte i sëmur rënd. Ndërkohë, çdo shtet në botë ka ëndër të takojë presidentin Trump, derisa zonja Vjosa Osmani ka pasur disa takime, përmes të cilave ka arritur t'ia tregojë të vërtetën botës për Dardaninë dhe pengesat, deri te kërcënimet e Serbisë ndaj shtetit tonë, me qëllimin destabilizimin e rajonit, duke dëshmuar kështu lidhjet e saj të ngushta me Rusinë, nënvizoi Shala. Andaj Shala ka bërë thirrje që të mos luhet me fatin e Kosovës, pasi aktualisht, fal presidentit Osmani, marrëdhëniet Kosovë-Shëbaja në fazën më të mirë. Publicisti shqiptar-amerikan ka hedhur kritika të ashpra ndaj opozitës për propagandën e saj kundër Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Në fund ai ka thënë se ambasada amerikane duhet ta ftojë opozitën dhe t'ju kërkojë votimin e Vjosa Osmanit për postin e presidentes. Fatkeqësisht, opozita e bashkuar në bashkëpunim me listën serbo-fol-shqipëse nuk ka lënë propagandë më të ulët pa zhvilluar, duke sulmuar Albin Kurtin dhe duke shpërndarë narracione të pavërteta, përmes të cilave u tentua të ndikohej edhe në disa qarqe në Washington me ndihmën e disa organizatave shqiptaro-amerikane deri dje të panjohura. U krijua edhe narracioni e rrem Albini Kur, kryeministër, pas një takimi të opozitës në ambasadën amerikane në Dragodan, ku u hodhën akuzat të pabaza për bllokimin e institucioneve të cilat në fakt u penguan nga vetë opozita, duke mos votuar kryeparlamentare Albuliana Haxhiun, gruan më të votuar thjesht sepse nuk u pëlqente. Jam i bindur se tani të vërtetën e tha populli, dhe është e ullës që ambasada ta ftoi opozitën dhe të kërkojë ta votojnë zonjën Vjosa Osmani, duke shmangur zgjedhjet e panevojshme të dëmshme dhe lojen me elektoratin, i cili nuk e meriton një trajtim të tillë. Për të arritur këtë, garancia më e sigurt do të jetë presidentja Vjosa Osmani. Unë pres që ambasada amerikane, si gjithmonë deri më tani, të vazhdojë të jetë bashkëudhëtare e sinqertë dhe e pandarë në rrugën tonë të suksesshme të shtetndërtimit dhe shtet konsolidimit, deri në ditët e sotme, ka përfunduar Shala.